shikon të fëmija, se sa e që do ditë të mërë pas shtëpisë, do ta gjende fëmin, Romeon, do ta merë të kështu, ku ta përplas, të ke cepët e balkonit, i ka gjithë çara gjakos, thashun. Po që ka bërë, që bëri Romeo ati? Si bëri, le të ngrihet në kemë, thoshte, është 4 vjeç, thoshte, kur do hecin kemë këtë, thoshte. Po kur do të vi për të ngritur, masi pastaj filloi me të ngritur në kemë ky etroqi ky i vogli pastaj. Nëse u ngrit në kemë djalë. Pra, fëmijën e madh ta përzuri. Po, te mami ime. Këtë të dytin? Tortura. Po dhe ti bëre një fëmijë tjetër me këtë? Po e bëre se gabim, nuk e them se është gabim, se e shpeshqeqi Zotit, po truri, Zoti erdit në një farë momenti nga vojtjet të ndalon. Po, undave të paktën nga ky? Po. Undave? Ndarja ime ka qenë tragjike, Zoti erdit. Pse? Me grushta, më ka lënë të vdekur mbrapa shtëpisë.